Çfarë pyetjet me i ba unë nëse më shfaqet një hije e bardhë që ta kuptoj se është Allahu apo shejtani? Çfarë pyetjet i bëj, thot, një hije të bardhë që më shfaqet që ta kuptoj është Allahu apo është shejtani? Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe e kupton. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Në momentin që ty të shfaqet një hije, do me thonë që s'është Allahu. S'ka nevojë hiç me e pyet. Në momentin që të shfaqet një hije e bardhë, dhe thot unë jam Allahu, ky është argument se është drejsi me brirë, po thjesht nuk po e shef tamam. Sepse Allahu nuk shfaqet. Allahu nuk shfaqet. Njëri për pejgamberëve të Zotit kërkoi me e pa Zotin, e Allahu, pra Zoti, nuk ja mundsoi një gjë të tillë. Kështu që kjo hija e bardhë që ty thot jam Zoti, jam Allahu, e ti s'e di, thu, si ta provokoj? Për ta kuptu, s'ke nevojë fare me e provoku. Është shejtan, xhin. Sepse Allahu nuk shfaqet në jetën e kësaj bote. Mbaroi historia, kaq. S'ka nevojë hiç me fut në provim.